Një premtim që ka prekur zemrat e shumë njerëzve. Këngëtari dhe humanisti Labino Tahiri ka vendosur të ndihmojë djalin e artistit të ndjer Shpat Kasapi me një gest që është vlerësuar gjithësisht në rrjetet sociale. Përmes një postimi, Labi bëri të ditur se përsa kohë do të vazhdoj të këndoj në dasma dhe mbrëmje muzikore, nga çdo angazhim do të ndaj nga 150 euro për Roelin, djalin e Shpatit. Sipas tij, ky nuk është një veprim i momentit, por një premtim që do ta mbaj për aq kohë sa Zoti do t'i jap mundësinë të punojë. Në mesazhin e tij ai shkruan: "Përsa kohë Zoti ma jep mundësinë të punoj, nga në çdo mbrëmje muzikore dhe çdo dasëm, do t'i ndaj nga 150 euro për Roelin." Labi theksoi se mbështetja për familjen e Shpat Kasapit kishte nisur edhe më herët, por tani dëshiron që kjo ndihmë të vazhdojë në mënyrë të rregullt. Ai u dërgoi mesazh të fortë edhe familjarëve të artistit të ndjer, duke u bërë të ditur se nuk do të jenë vetëm në këtë rrugtim. Në të njëjtën kohë, këngëtari u bëri thirrje edhe kolegëve të estradës që ta shndërrojnë respektin për Shpat Kasapin në veprime konkrete, duke ndihmuar familjen e tij sa herë që kanë mundësi. Një gest human që ka marrë shumë vlerësime dhe që për shumë njerëz është mënyra më e bukur për të nderuar kujtimin e një artisti që la gjurmë në muzikën shqiptare.